A je aq i fortë sa realiteti të bindet ty. Në vitin 1998, një fizikant kuantik bëri një eksperiment që e përjashtoi nga konferencat. Ai provoi se vetia njerëzore mund të shemë probabilitetet kuantike. Përkthimi, pra mendja jote nuk e vëzhgon vetëm realitetin. Ajo zgjedh se cili realitet manifestohet. Për 99.7% të njerëzve emetojnë një frekuencë kaq të dobët, sa realiteti i injoron plotësisht. Pastaj ai zbuloi protokollin treditor për të amplifikuar sinjalin tënd 1000 herë. Agjencitë e inteligjencës e klasifikuan me një herë. Quhet projekcioni i frekuencës dominante. Dhe sapo ta zotrosh, sinkronicitetet bëhen të vazhdueshme. Eksperimenti i çarjes së dyfisht, interpretimi i Kopenhagës, zbulimi që tronditi fizikën, grimcat ekzistojnë në gjendje të shumë fishta derisa vetia i vëzhgon. Pastaj një realitet shembet në ekzistencë. Ti nuk po jeton në realitet. Ti po zgjedh cili realitet bëhet real. Por ja problemi. Frekuenca e shumicës së njerëzve është shumë statike, dyshim, frikë, paqëndrueshmëri. Fusha kuantike merr 1000 sinjale kontradiktore në sekond, kështu që nuk jep asgjë koherente. Laboratori i inxhinierisë Princeton në 2003, në studimin e fushës së vetijës, ata matën daljen elektromagnetike nga zemrat njerëzore. Gjetën se gjendjet emocionale koherente krijojnë çrregullime të matshme në gjeneratorët e numrave të rastësishëm deri në 3 milje larg. Gjendjet e tua nuk janë vetëm të brendshme. Ata po transmetojnë komanda elektromagnetike. Frekuenca e dobët do të thotë realiteti të injoron. Frekuenca dominante do të thotë realiteti bindet. Është një protokoll i cili të bën që të amplifikosh frekuencën për realitetin që ti do ta krijosh. Edhe nga shumica e librave që kam lexuar dhe nga shumica e trajnerëve të mendjes që kam dëgjuar, domethënë të gjithë thonë duhet të kemi qëllim, duhet ta ndjejmë sikur tashmë ka ndodhur dhe të mos kemi asnjë dyshim. Pra dita 1 vetëm një qëllim, dita 2 ndjeje sikur tashmë ka ndodhur dhe dita 3 zero ankesa, zero dyshim. Dhe kur kjo ndodh, pas 72 orësh, frekuenca jote bëhet monolitike. Një sinjal i qartë, i fuqishëm, i qëndrueshëm. Fusha kuantike duhet të përgjigjet brenda 7 ditësh. Sinkronicitetet shpërthejnë, njerëzit shfaqen me zgjidhje. Parat shfaqen papritur. Pse? Sepse ndalove se qeni zhurmë radio, u bëre lazer. Realiteti nuk i përgjigjet sinjaleve të dobta dhe të shpërndara. I përgjigjet frekuencës dominante dhe koherente. Realiteti nuk i bindet atij që lëkundet, i bindet atij që është i qartë. Dhe nëse do ta mësosh si ta bësh këtë fokus pa u rrëzuar pas 72 orëve, dhe ta mësosh këtë metodë hap pas hapi, ta aplikosh si duhet, më shkruaj në WhatsApp me fjalën fokus.